në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare dhe që si slogan të vetin të paktën deri tani ka pasaportën në familjen e madhe europiane. Këtë i premton shqiptarëve dhe prandaj kërkon prej tyre votat. Në të kundërt, thot kryeministri, nëse doni të rini në kënet, votoni ata të Partisë Demokratike. Si e vlerësoni së pari listën e Partisë Socialiste? E para të mbetemi tek, si thuash, mesazhi kryesor që po vjen në këtë fushat. Integrimi evropian është prioritet kombëtar, jo elektoral. E para. E dyta, integrimi evropian është një vendim geostrategjik. Nuk është një vendim që merret vetëm Shqipërinë, se kishim kohë që pengohej Shqipëria. Kishim kohë që u pengua Malizi nga zhvillimet e brendshme deri në rrjetin e influencës ruse. Kemi Maqedoninë e Veriut që kryeministri thotë ja kemi kaluar. Po të marrim, si të thuash, atë metaforën e garave makina. Makina për në integrimin evropian e Maqedonisë së Veriut janë çpuar 2 herë gomat. Njëria ka çpuar Greqia me kushtet kategorike deri në ndryshimet kushtetuese dhe tani me, si thuash, janë çpuar këto goma me gozhdat që mban aktive politika jashtme e Bullgarisë, e cila kërkon një njohje më të plotë në kushtetut të rëndësisë së entitetit bullgar. Kështu që të krahasoj me vetveten. Dhe them që nuk ka vend për eufori. Ndërsa ta kushtëzosh votën me faktin që çdo shqiptar mund ta marrë pasaportën evropiane vetëm dhe vetëm nga Rama apo PS-ja, ky është një keqpërdorim i një prioriteti kombëtar. Është një gënjeshtër? Është keqpërdorim. Rama nuk është i sigurt, edhe unë që jam studius 20 vjeçar integrimin evropian, nuk jam i sigurt se kur do ndodh. Në 2030 po, është e sigurt thonë ata. Po mandati ka të mbaron në 2029. Atë do gjejmë një ramë deri në 2030, kështu që i bie të jetë brenda këtij afati. Shiko, ka një situatë më të mirë geopolitike dhe këtu Rama ka të drejtë. Që pas asaj që bota po vuan sot nga Ukraina dhe ndjesia që ka Europa, që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë më partneri i sigurt ushtarak. Është krijuar ideja që duhet të ecim më shpejt me integrimin. Por një gjë dhe ne do ta diskutojmë prapë këtu. Ne kur të futemi do futemi gjithë bashkë. E kuptoj, si vend. Po, sepse bllokojmë njëri tjetrin. Megjithatë, disa detyra ne i kemi bërë, se jemi vlerësuar për disa detyra. Ca kapitull na janë hapur, kështu që patjetër janë bërë dhe shumë mirë që janë bërë. Shiko, procesi i integrimit evropian nuk ka nisur thjesht dhe vetëm me këtë qeveri. Historikisht shumë shkurt. Hapi parë ka qenë Mosaja, marrëveshje stabilizim asocimit. Është hapur në janar 2003, ka ardhur këtu presidenti i Komisionit Evropian Prodi, e ka firmuar sot qeveria jon, Nano, dhe është miratuar në dhjetor të 2005. Nuk ishte asnjë kontribut PD-ja për 3 muaj të përcaktonte fatin e Mosas. Por ka hyrë në fuqi në 2009, ka dashur 4 vjet që të bindeshin shtetet që ta miratonin. Statusin e vendit kandidat e ka marrë qeveria Berisha, pak edhe me geopolitik, pak edhe me biznes, me shitjen e Çezit e Çekët, sepse presidenti e Greqia. Nuk ka kërkesë në Bashkinë Evropiane për kandidat, ka për antar. Kështu që e mori, domethënë e çelëm ne, e vazhdoi Berisha, tani po e vazhdon Rama. Kështu që nuk ka ndodhur ndonjë gjë e madhe. Nëse tani pra jemi në këtë rrugë, kështu që do ndodh historikisht. Kushdo që të vinë në qeveri, sepse nëse themi që është vetëm i Ramës, kur u çelën negociatat me Shqipërinë? Të na seroj pak, sepse kam pushtet që nga 2013-a. Tani jemi 2025-a. Po vonesa që nuk u çelën negociatat. Se mirë meritat, po vonesa që nuk u çelën negociatat. Kujt i takojnë? Atyre, thot. Kujt? Problemeve të brendshme të tyre, jo tona. Jo. Shikoni raportet kushtëzuese, ne kemi lexuar me laps në dorë. Ata kanë problem tyre në vendimarrje, por ata tani nuk u binën se panon gjë të madhe këtu. Janë bindur që duhet të përshpejtuar integrimin evropian. Nëse do Rama të ketë fokus, të ketë kohezionin social. Si do të përfitojnë realisht shtresat në nevojë, klasa e mesme, si do mbështetet më mirë bujqësia që të luftojë varfërinë rurale e cila ushqen emigracionin, ka arsimi, shëndetësia, ka gjëra më të prekshme për jetën e përditshme shqiptare se sa thjesht pasaporta evropiane. Se fundi dhe është liberalizuar, ai që do të ikë dhe vinë. Ja kuptoj. Në përbërjen e listës të Partisë Socialiste, thuhet se është ndjekur një strategji nga kryetari. Janë vendosur në listë të hapur më të vjetrit, ata që e kanë eksperiencën mbi shpatullat e tyre në mënyrë që të shkohet më tej me rezultatin dhe jo të kihet ai rezultat i zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të
kaluara. Pra, socialistët të mund të marrin më shumë mandate dhe për ta bërë këtë, Rama ka nxjerrë në terren njerëz që e kanë këtë eksperiencë, ndërsa në listë sigurt ka vendosur ata njerëz që ndoshta nuk e kanë eksperiencën, por kanë një kontribut të rëndësishëm brenda familjes së madhe të socialistëve. Është kështu në gjykimin tuaj? Ka një ndryshim të madh. Është më tepër aftësia për të përshtatur, për të mbijetuar. Sepse Rama e nisi kontributin e tij politik modernizues në luftën kundër xhaketat vjetra, apo jo? Dhe i quante pastrimin e partisë nga ata si gjën më të madhe, do bënte. Aktualisht ju thoni tani që fitoren do ta mbështeste të vjetrit. Do ta mbështeste besnikët, jo të këtë vjetrit. E para. E dyta, ju thatë që sipas strategjisë së Ramës, kriteret e përzgjedhjes dhe procesi përzgjedhjes dhe procesi miratimit të atyre që përfaqësojnë partinë politike në mandatet, çdo parti politike në mandatet e larta nga deputet, ministër, institucione tjera, miratohen në kryesinë e Partisë Socialiste. Pra nuk vepron një parti sipas humorit të liderëve të tyre. Në kryesi besoj ka ndodhur sa. Ka ndodhur si diskutim rrëmuj, po jo se kështu, se dalin, bëhen, gjitha shkruen. Iku, e dyta. E treta, unë jam i shqetësuar, sepse kam kontakte me socialistët, do votoj për socialistët, edhe pse kam rezervat e mia për leadershipin, por për zgjedhja e para është spontane, po t'i shikoni listat, shumë nuk e njohin njëri tjetrin. Pra nuk ka ardhur nga akademia politike e PS-s, ka ardhur nga përzgjedhja individuale. Për shembull, një rast konkret është në një qytet, që tha unë zgjodha këtë ta se është e Partisë Demokratike se më mori 2 herë në telefonin më bërtiti. Kur u zbart çfarë thotë ajo zonja, ajo kishte bërtitur 2 herë pse ishte përmbyt shtëpia e saj, jo qyteti i saj. Është kriteri mjaftueshëm ky. Tjetra, ka një përpjekje të Ramës për të marrë të zhgënjyrët e partive të tjera. Po të shikosh në lista. Tani populli shqiptar, si populli zgjuar, thuhet nuk bëhet bukë e mirë me miell hua. Sepse ata kanë të drejtën e tyre të ndryshojnë preferencat partijake. Por, fakti që ata kanë kaluar nga një parti në tjetrën, e kanë të lehtë nëse të bëjnë njëjtin gjë. Dhe ata janë sinqert, kur e bën me të tjerë në favorin tënd, pse mos ta bëjnë pas nesër në favor të tjerë ku përfitojnë më shumë. Ka një përplasje që duket se do ndodh në PS, fatkeqësisht nuk e dua, sepse ju thatë që i ka lënë të vjetrit jashtë. E para, ata që ka futur në lista të mbyllura, janë një pjesë anëtarëve të qeverisë që nuk kanë asnjë kontribut politik. Janë përzgjedhje individuale të Ramës ose Jo, mund ta kenë, por nuk e njohim ne, nuk e njeh publiku e kanë fjalën. Jo, e njohim ne. E njohim se e gugullojmë në emrin. Nuk është e thënë patjetër, por që të marrësh një mandat qeveritar, po, është e mundshme ta marrësh dhe pa qenë antar partie. Po që të marrësh një mandat politik, pa ditur se ç'është partia, për cilën ti do përvetohesh nesër, nuk është gjë e mirë. Dhe ajo që më thot një koleg deputet i Partisë Socialiste, pritet që të ndodh luftë brezash, në çfarë kuptimi, luftë grupesh, në çfarë kuptimi. Këta që janë në listë sigurt, kanë filluar tani, dhe është shumë e lehtë për këta deputetët që unë po flas ta kuptojnë, që pas janë siguruar vetë në listat e sigurta, pasi kanë pushtet se janë antar qeverie, pasi mund të ketë në një marrëveshje të nëndeshme, janë sulur për të reduktuar mbështetjen e këtyre. Dhe këta lexojnë, është e lehtë ta lexosh, nuk është. Po mendoj që ata që ju quani të vjetër kanë eksperjenca 20-25 vjeçare. Dhe din ta lexojnë. Kjo luftë ka nisur. Sa grupe ka brenda Partisë Socialiste? Ky grup kryesor nuk është si grup i organizuar, është grup që bën analizën. Këta që kanë kontribuar PS-n dhe duan të vazhdojnë, dhe përderisa ke fut në listë të hapur, duan të vazhdojnë, dhe ti je dakord që ata të vazhdojnë, por nga ana tjetër gryen mbrapa shpine me pushtetin abuziv të atyre që kanë pushtet ekzekutiv, kanë struktura qeverise dhe mundohen të gryen që disa prej tyre të mos fitojnë. Kjo është gjë më e dëmshme që po i bëhet, si të thuash, procesit konkurrues të Partisë Socialiste. Petro Koçi ndërkohë preferoi të largohej që pa nisur puna mirë, le të themi, sepse tha nuk dua të bëj tani analiza pse jam këtu e pse jam aty, por preferoj të mos